Jemi trajneri Nadis Beqiragishin. Coach, your student, Endre Tershani against you, his first win. What was decisive tonight? Both of the teams shot it very well. You had 13 three-pointers, they had 17. It was one of the best games this year. As you said, that was they scored a little bit more three-point shots. Both teams play with the good shooters. Tonight they scored a few more. I think according to all our conditions that we had, that we missed, Jackery, that we missed on the end, Kenny. In some part of the game also the Zach Henry got injured. In all these conditions, only 3 points. 3 points is okay. -3. I think we will be much more better focused with the full roster and play. I believe better in Suareka. It's just one-shot game. The first half is finished, so I'm okay. Within these conditions, I'm very happy. What do you think of Golden Eagle Lille? Really, they are the last in the Super League, but according to what we saw tonight, they have a fantastic team. No, they changed the roster. They bring many new players, and some players who were injured, they are coming back. For sure, they are the team. They create the team who want to be the champion. And looks like they are ready to do everything to be the champion. And they are really good. And Bashkim is good. Pristina, there is so many good teams. Even Bora play very good. This year will be again very tough. Interesting season. Yes, very for sure. Season. For sure. The most important thing, as you see, to be healthy. You can do whatever you want, but after the 2-3 players get injured and the whole season go down, so you have to take care about the health. Okay, thank you very much. See you in the second game in Suareka. It's going to be very interesting. Yes, thank you very much. Congratulations to opponents. Thank you. Arus të basketbollit e ndëgjuam çka tha Nadis Beqiragishi, pra ndeshjan mes të mësuesit dhe nxënësit. Nxënësi sonte ke më i mirë, buzëqeshi keshi dhe i uroj fat. Tham në pyetjen time se ishte një natë me të vërtet ku snajperistat kanë qenë, shutuesit kanë qenë jashtëzakonisht të disponuar, 30 treshe të realizuara, 17 Golden Eagle Lille, 13 treshe të Trepçës, Potha ka qenë një natë e jashtëzakonshme. Të dyja skuadrat, pra në fund ka vendosur një gjuajtje, pra 3 pikë, 102 me 99 pikë kemi realizuar. Na ka munguar Gjakuri Pejni, pastaj Hasbrook doli me 5 personale, ndërsa dhe Zach Henry ishte i lënduar, pra na kanë munguar. Megjithatë e lavdroj shumë lojën e skuadrës Golden Eagle Lille. Në pyetjen time se në renditjen tabelare Golden Eagle Lille është i fundit dhe a është kjo situatë reale, tha jo, sepse kanë prurje të reja, kanë transfere të reja të cilat janë jashtëzakonisht kualitative dhe kanë ndërtuar një skuadër e cila mund të fitojë edhe kampionatin, ndërsa përmendi se edhe skuadra tjera, Bashkimi, Peja, Sigal Prishtina, madje edhe Bora që po luan lojë të jashtëzakonshme, dhe e tha se ky edicion do të është edicion i jashtëzakonshëm, shumë i ngushtë, dhe se çdo gjë është e hapur për ndeshjen e dytë. Tha shpresoj që të jemi të shëndosh, mos të kemi lëndime dhe do të jetë interesant edhe në duelin e radhës i cili do të zhvillohet në Suarek. Nga Unagon Fehmiu dhe ekipi realizuesi Effect Media për Art Motion ka sonte prej kësaj ndeshje fantastike, thash edhe gjatë komentimin. Kjo ndeshje ja vlen të reprizohet, të rishikohet jo një herë, po edhe 10 herë, me vërtet një prej ndeshjeve më të bukura viteve të fundit, e ju vazhdoni të qëndroni me Art Motion.